إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذين خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Falënderimi takon Allahut dhe të falenderojmë dhe ndihmë fali kërkojmë. Kërkojmë bërdet Allahu xhaleshano për veprat tona, për veset tona të këqija. Kë o zon Allahu në rrugën e drejtë, shkaku të humbazit të lehtisit, dhe kë largon ai nga udha vërtet, shkaku që ta udhëzoj vetëm fuqia e Madhit Zot subhanahu wa taala. Dëshmoj se nuk ka hyrë një tjetër përveç Allahut, një dhe pa shok. Dëshmoj se Muhamedi është dërguar dhe dërguar i Tij. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi familjen, mbi shokët e tij dhe mbi këto që ndjekën këtë rrugë deri në Kiametin. O ju që keni besuar, kjeni frikë Allahut me një frikë të sinqertë, ashtu si duhet. Dhe mos vdisni frykëse, por vetëm se duke qenë besimtar musliman. Të dashur xhamat. Në këtë hyrje të sotme inshallah ditën e xhamat do i referohemi në temë alkooli. Kjo temë inshallah do fitojmë shumë dobi. Kudo në afër botës as për hap kudo alkooli. Jo në këtë ditë që po jetojmë, edhe që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, alkooli ka qenë edhe më parë. Është pa mohueshme fakti se një nga traditat më të përhapura në botë, sigurisht edhe në vendin tonë, është konsumi i alkoolit. Ai përdor nga brezat nga më ndryshme, nga rinia, nga mosha shuar, nga mosha, nga gjithë anët të moshës, ky alkool përdoret. Përdoret edhe tek fëmijët, edhe tek gratë, tek femrat, gjithashtu është konsumi i alkoolit. Alkooli gjithashtu konsumohet edhe në jetën përditshme, edhe në jetën private, edhe në jetën publike, edhe në njerëz të varfër të pasur, njerëz intelektual, kudo e përdoren konsumin e alkoolit. Po të hedhim një sy nga ajetet e Kuranit, të hedhim një sy nga vështrimi i Kuranit dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, se çfarë kërcënimesh na vjen për alkoolin. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithet e tij: Allahu xhaleshanu e ka mallkuar alkoolin. Ai që pi alkoolin, ai që shet alkoolin, ai që e shtrydh alkoolin, ai që fiton nga shitja e alkoolit, ai që konsumon, ai që ruan, ai që mbar. Pra alkooli Allahu xhaleshanu e ka mallkuar. Çfarë na vjen një hadith tjetër kur Profeti sallallahu alajhi wasallam transmeton? Allahu xhaleshanu ka marrë premtim për ato që pije dese, do t'i japi të pi tinetul habal, që do thotë vëlla që shkatëruash. I than shokët e sahabët, çfarë është kjo dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam? I than, këto rasha pije dese janë tjerë se banorëve të djarrit të xhehenemit, ose shtrydhjet e tyre, Allahu na ruaj. Allahu xhaleshanu thotë në Kur'an: O ju besimtar, nuk ka dyshim se alkooli, bigjozi, idhull dhe falli me shigjeta janë të shëmtuar dhe vepra djallit, shejtanit pra. Prandaj largohuni prej tyre që të shpëtoni nëpërmjet alkoolit dhe bigjozit. Djallit nuk dëshiron gjë tjetër përveç se t'ju çojë në mirësi, urrëtie dhe urrëtie ndaj njëri tjetrit. T'ju largojnë nga përmendja e Allahut dhe nga namazi, atëherë apo i jepni fund. Ka njerëz që mendojnë në këto ndalime. Islami ja kufizon njeriu lirinë dhe konsideron dhe ka konsideruar urdhëresat e tij si pa të drejta dhe jo njerëzore.
Vërtet nëse shikojmë problemet cekën këto ndalime, duke si kufizim lirie, por edhe nëse analizojmë këto ndalime, hollësisht dëme që sjell alkooli për njeriun dhe shoqërinë e jetëson përditshme. Njeriu që arrin në përfundim të Islamit me të drejtë e lufton si një sëmundje kanceroze të individit dhe të shoqërisë. Ai që njeh sa do pak burime dhe mësimet e Islamit, i di më së miri se ai ndalohet gjithçka që është e dëshme për organizmin e njeriu. Ai thot, prandaj largoheni për tyre që të shpejtoni për dëme fetare, morale, shoqërore, shëndetësore e tjerë. Në Kur'an e shenjtë famëlar, alkooli përmendet në termin hamer. Në këtë temë përfshihen të gjitha ato që shkaktojnë dehje, që troditët dhe mpinë mendjen dhe intelektin e njeriut, pavarësisht nga artimi i pijes a burimit nga përdohet. I dërguar sallallahu alaihi wasallam thonë në hadith të saktë, ajo pije që të deh kur përdor një sasi të madhe është ndaluar, edhe qoftë se përdor një sasi të vogël. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam e ka bërë haram pijen alkolike. Qoftë edhe kur pish atë pijen alkolike të vogël, do thotë dikush nuk më bën dëm. Mirëpo në Islam kjo urdhëresh është ndaluar rreptësisht, ka dërguar nuk lejohet asesi që të përdoret konsumi alkoolit. I dërguari i Allahut e ka shpjeguar, ka shiruar, ka shkoqitur mësimet e Islamit sipas urdhës të Allahut xhelalu, prandaj askush nuk ka të drejtë arsyer të thotë ekzistojnë edhe pije alkolike që muslimani mund të pi. Shumë mjek të njohur bashkëkohor i kanë bërë të pathemelta pohimet e disa njerëzve të pauzuar nëse do të mjafton t'i rekomandojnë të pitë shëndetësore të alkoolit. Disa për përhimet e tyre janë: ndihmon tregtin e ushqimit, grop organizmin, zgjeron enët e gjakut, largojnë brengat dhe vajtet jetësore e tjerë. Këto janë ndikime të përcjelljes organike, të cilat nuk vërteson shkenca e sotme mjekësore. Për këtë na kujton lexuesit të nderuar thënie Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: alkooli nuk është ilaç, por sëmundje. Pra, këtu dihet qartë edhe ato grup muslimanë që përfshihen në konsumin e alkoolit që e përdorin për ilaç. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar rreptësisht që nuk është ilaç alkooli. Duken qartë argumentet që na ka treguar, që na ka ardhur sot hadithe të vërteta. Pra alkooli nuk është ilaç, por sëmundje. Dhe kjo sëmundje është vdekje prurse. Allahu na ruaj. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, Allahu nuk ka zbritur sëmundje, pas zbritur edhe ilaçin e saj. Prandaj mjekoheni, por jo me atë që është ndaluar. Pra kuptojmë më qartë. Ajo që është ndaluar është alkooli. Ajo që është ndaluar është ajo që i bën dëm vetes tonë, që nuk na lejohet asnjëri. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thonë në hadith tjetër, Zoti nuk e ka bërë ilaç atë që është ndaluar haram. Ka edhe intelektual të cilët e quajnë pa përmbajtje të ndalimet alkoolit, duke mërtuar, pretenduar se përdorimi bashkëkohor dhe anësia dhe lënia e tij nga në qenkat dhe shenjat pa përmbajtura. Edhe në parte të pasë intelektuale që e kanë konsideruar alkoolin si ilaç, një mendim të çuditshëm i ngjan kësaj intelektuale të pa përparuar të sotëm, por këtë pohim e hedhin poshtë sëmundje të rënda që shkaktohen prej alkoolit, sidomos prej pijeve alkolike me ngjyrë. Para 170 vjetëve, mjeku i famshëm anglez Thomas Trother ka thënë alkooli është sëmundje. Sipas Organizatës Botërore Shtetërore, vërtesojnë se alkoolizmi kronik në vendet e 4 dhe vjen në 4 listën e sëmundjeve bashkëkohore. Shkencëtarët amerikanë kanë vërtesuar se që lidhet e organizmit e njeriut nuk janë të përgatitura për duhan dhe alkool. Nuk rezistojnë dot atyre. Do të doni të përbajnë disa nga dëmet që sjell alkooli. Duke përdorur depërtuar në organizmin nëpërmjet gojës alkooli, dëmton buzët, gjuhën dhe fytin dhe shkakton mahisjen,
djegjes, mahisin zhvillohet me tej në kapërcellë dhe shkakton vjedhje të ushqimit. Duke ngacmuar mukozën e stomakut, alkoolin zgjeron enët e gjakut dhe pas mëvisit vjen ulcera e stomakut, i cili është shumë e parapur ndër alkoolistëve. Dënimi më të madh e pëson organi jetësor i organizmit. Laboratori qendror e tij është mërqia zezë. Sëmundjet e zemrës dhe të enët e gjakut shfaqen kryesisht të njerëzit që përdorin alkoolin për një kohë të gjatë. Çelësimi i kimit të sëmundjeve të tilla është ndërprerje plot të gjitha pjesët alkoolike, pa marrë parasysh çfarë pjesë janë. Alkooli është shkaktar i sëmundjeve të tuberkulozit, sepse me përdorimin e tij zvogëlohet forca mbrojtëse e organizmit dhe kështu ekziston mundësia që mikrobi të sjellë turall të zhvilluar. Disa mjekët akuzojnë si kancerogjene, veçanërisht pjesët alkoolike me ngjyrë. Statistika botërore tregojnë se kanceri i ferinkut, i kapërcellës dhe stomakut është më i shpejtë tek alkoolistëve. Alkooli është shkaktar për ndryshimet në lëkurë, të cilat rrjedhin si pasojë ndryshimeve të enët e gjakut. Ato japin një pamje karakteristike fytyrës si alkoolistëve hundën të gjerë, të kaltër, i cili të intallon lezhë të kusht. Dëmton së tepër edhe qelizat nervore si sistemi nervor qendror, ashtu edhe i periferik. Pra me fjalë të vetme mund të themi të dashur fitues nuk ka organ dhe qelizë në organizmin që nuk dëmtohen nga alkooli. Alkoolistët humbasi le drejtimin e sjelljes në shoqëri, trimëri, nder, ndërgjegjen, shpirtin, sakrificën e tjerë. Lohatje seriozisht tek ata. Familja alkoolistëve i ngjan skenës të një teatri, ku shfaqen vetëm komedi në tragjedi teatrëve. Komedi për diçka qeserake, që alkooli sjell këto pasojë të rënda. Profeti sallallahu alajhi wasallam thonë atë ditë, alkooli është nëna gjithë qijave. Pra me këtë ditë kuptojnë qartë që çdo pije që është bërë haram, ne nuk duhet ta prekim dhe të konsumojmë nga ajo, sepse harami dihet i qartë dhe halali është i qartë. Prandaj askush të mos i afrohet asaj që Allah